Përshëndetje, kënaqësi që jemi në finalen e vogël, 24 orë para finales madhe, ditë e veçantë për futbollin botror. Me mbroma gjithve, me mbroma. Na fali për ndonjë zhurmë të vogël se jam jashtë në një lokal. Më pëlqeka pamja me jeshillik, se duke sigurie të jep kështu ambient fushe, gati sigur do gjursh në një penallti. Më duke si roje në pyllin e Zvërnesit, ati ku bëhet ajo. Roje në pyllin e Zvërnesit, se ka atje ke vajt? Ka? Jeshi lëgësh atje. Po diskutonim i cik se këto shmimet nga $10,000 nuk janë gjë, po një nga ato ku rrin këta shefat e mdhenj të marketingut e të firmave të mëdha botrore, ishte një bilet $2.3 milion djek ka qarkulluar. Qa mendimi ke? Ka prodhuar fabrika dollar, po këtë në qa bëhet. Tu ka shumë qarkullim, ka shumë para qarkullim, vla. Nuk e po e marim vesh. Unë besoj se njerëzit s'ka nevoj më për lek, ka nevoj që të shikoj një finale. Leku për ata s'ka vlerë më. E rëndësishme shaj emocioni do në sjell kjo finale. Dhe kjo e soshmja nuk ka në një lidhjet madhe, se kjo e soshmja shqisoj si ajo gruaja që i shpua goma dhe i thot burit, o bur mu shpua goma, i tha, qa të bëj, s'ke rezervi, tha buri, as rezervi s'ma ap telefonin. Edhe kjo puna e kësaj sot. E bukur. Me gjatë kej nuk që nga informacionin fillestar të Anglisë, do më thënë, sigur nuk e vris kamenjen do të tregoj British style për golat në këtë ndeshje. Fatkeqësi e madhe që zvajti Anglia, gjëna. Për arsye sepse unë besoj ky kampionat ka qenë kampionat trajnerësh dhe gjën më fantastike që ka bërë ai trajneri i Spanjës, për mua është meriton gjithçka. E para e dyta do të thoshja që kemi fatin e madh. Asnjëri s'duhet ta diskutojmë më. Vetëm duhet ta shijojmë. Duhet ta shijojmë Messi, ndoshta janë minuta 90 minutat e fundit që do të bëjë ai. Pra, nuk kemi pse analizojmë më Messi. Ai shmit Jo, s'kemi çfarë analizojmë fare. Njerë në fillim fare më ke pyetur çfarë është Messi, atëherë unë kam thënë që të gjithë, ta kam thënë njerë, të gjithë i ka lindur një nën, Messi ne ka lindur Perëndia. Po Maradonën? Messi është mbi të gjithë. Patjetër Maradona është mbretëresh, Messi është mbreti i futbollit botror. E kuptoj. Zoti Vasil, nesër kush është ekipi që do fitoj? Spanja apo Argentina? Kjo është fatkeqësia më e madhe për mua, sepse unë jam tifoz spanjoll, por i dashuruar mbas Messi, kam gjatë kohës. Spanja për mua, unë besoj do administroj ndeshjen. Jam i bindur i do administroj ndeshjen dhe nuk do bëjnë ato gabimet që u bën me Anglinë. Siç bëri ai trajneri, që të gjithë gjykojnë e gjykon dhe njëri që s'di nga futbolli, që gafat e tij ishin shumë të mëdha. Unë nuk besoj që Argentina të ketë përballë një trajner të tillë. Argentina ka një trajner shumë të përgatitur dhe shumë i zgjuar. Arriti të luajë me 2 kontrollorë në ndeshjen më të rëndësishme të saj dhe kontrolloi ndeshjen në mënyrë perfekte. Është ekipi i cili ditë presoi dhe pastaj ditë bëj presoi, pastaj ditë bëj presim. Dita bëj në mënyrë të përkryer, nuk të lë të los. Dhe unë besoj më shumë te Spanja se sa te Argentina. Landi, keni pyetje për profesorin? Profesorin mbrëma. Mbrëma. Mendoj që do të ishte një finale e bukur Brazil-Argentinë. Jo, në finalen e doja Angli-Spanjë. Jo, da doja më shumë për inat... Pra, ose derbin në Amerikës. Më shumë, shiko, sot 2 kampionate më të mira të ndjekura në botë janë Spanja dhe Anglia. Nuk kam mbi këto kampionate. Po të shikosh i kanë të gjitha brenda dhe unë do besoja shumë që të bësh i kampionat evropian më shumë për inat të FIFA-s, sepse ma bëri kampionatin si festivali Gjirokastris. E kuptoj. Futi dhe ca ishu e ca historira, ca nuk futi atje brenda. Kur bëhet kampionat botror, losin kampionët, nuk losin qa të them unë, qa ekipe. Vasile, di qa më habit mua në deklaratet e tua?
Zakonisht, unë kam parë dhe Gary Lineker që thotë, çam pyet për Messin, për Maradona është kështu nuk krahas. Domethënë, e mbrojni çik atë lojtarët e gjeneratës të vet. Sepse edhe ti po i bie që tani njerëzit duhet pëlqejnë më shumë, ku di unë, kush është lojtari më i mirë tani? Broja, mos pëlqejnë Vasil Rusin. Po mirë më një sekond, ma djo logjikën ku e kam unë. Duhet të mbrojë më shumë këta Maradonën, Pelen e gjithë me radhë, kurse ti ke ikë nga rreshti këtej, je futur me New Generation, me Messin. Jo, Messi është tjetër gjë. Po Pele si ka qenë?